Skleroza multiple dhe simptomat e saj. Siç e tham dhe në pjesën e parë, është një sëmundje e larmishme. Kjo ndryshon nga tek shfaqja e simptomave nga një person në një person tjetër, sepse ndikon dhe se cili nerv është i prekur, dhe më pas cilat nga këto shenja shfaqet më para. Por mund të themi që nëpër dokumentacionet e librave dhe kërkime shkencore janë disa shenja tipike të kësaj sëmundje. Si fillim, kemi të prekur syrin. Kemi një infekcion të nervit të syrit që bën të mundur të kemi një ulje të shikimit për disa ditë, si dhe gjatë kësaj kohe edhe dhimbje të lëvizjes së syrit. Por më pas, kur shkon tek okulisti, nuk shikon asgjë dhe nuk vërehet asnjë patologji. Simptomat shtuken që mund të zgjasin për një kohë të gjatë derisa të shfaqen simptomat e tjera, por gjithashtu mund të ndodhi që pas një faj kohe të shkurtër të shfaqen shenjat e tjera, që janë mund të kemi një mpirje ose humbje të sensibilitetit të ndjeshmërisë në majat e gishtave ose të këmbëve. Në përgjithësi është asimetri, që do thotë vetëm e një anshme të njëra krah i dorës fillon nga pjesa e duarve duke ecur në vazhdimsi dhe duke vazhduar në pjesën e lartë. Ka dhe raste tjera të ndryshme që mund të preken të dyja duart dhe të dyja këmbët. Një shenjë tjetër tipike quhet lermite cajqen. Më falni, thash një gjë, se shenja lermite. Kjo është kur përkulim qafën në pjesën e poshtme, ndjen një elektricitet të dhimbjes nga qafa deri në pjesën e poshtme të shtyllës kurrizore. Më pas me simptomat e tjera mund të kemi vështirësi në ecje, mungesë së ekuilibrit duke ecur, mpirje, sidomos të pjesës së njëra anë të këmbës, që duket sikur është e ngurtësuar si një ngërç e mbledhur muskuli i këmbës, por që ky ngërç nuk ikën dhe rrin aty gjithkohës dhe ndodh që gjatë ecjes të ndjeni më të paralizuar ta pjesa e këmbës derisa keni mundësinë që jeni të detyruar dhe e tërhiqni me dorë këmbën për të ecur përpara. Ku në rastet më të rënda një çon deri në paralizë, që do thotë përdorimin e karrocës. Një pjesë e pacientëve mund të ndodhi që të kenë probleme me mos kontrollimin e urinimit, si të pjesës urinare si dhe të jashtëqitjes. Kanë probleme edhe në të folurin, probleme në të shkruar. Në rastet më të rralla mund të ndodhi që të preket dhe aparati i mushkërive, do të keni probleme me frymarrjen. Pjesa tjetër e prekur është dhe pjesa psikike. Ndjeni të lodhur, ju ulet përqendrimi, shfaqen shenja të depresionit. Këto e të tjera do ju them më tej në vazhdimsi.